Pa tjetër që nëse dojnë dhe e kanë ambicjen edhe marrin përsi për atë rolin edhe misionin. Profesoresh, di që jemi në fund dhe pa tjetër që nuk duhet të me dalë për studius pa ju drejtu infermiereve e infermiereve të ri të cilët kanë vendosur me studiu, sepse jemi në vitin kur matura po përfundon në muajt, edhe janë duke vendosur për profesionin. Përveç që t'ju themi që ta studioni infermierin në kolegjin Hajmerer, cili është mesazhi për ta? Pse duhet me zgjedhë infermierin, profesoresh? Pse, kjo është pyetje retorike, pse jo? Po, pse po, tregon ti mu? Për arsye se është një fushë shumë e rëndësishme e jetës së njeriut, që i nështrohet prej fillimit të lindjes deri në përfundim. Dhe infermierët kanë fillu me kuptu shumë ma heret se populata, po unë përshpresoj se dikun do të takohen dhe kanë me qenë bashkë dorë për dorë në AIK, është dhe OIK. Oda e infermierëve të Kosovës. Vlejnë të gjitha rregulla edhe ligje që mbështesin, do më thonë, në zhvillimin e edukimit të lartë universitar, dhe duhet të mundohemi të ndihmojmë këta që kanë ardhur dhe janë në fazën përfundimtare të përkushtimit të studimeve në vazhdim. Domethënë se është shumë e rëndësishme që e kemi kry fakultet studimet e doktoratit edhe u kry mo. Jo, nuk kryet, pa tjetër duhet me ndru mendsinë tonë mas pari, e studentët janë pala e cila në fazën në të cilën janë nuk pytet fort këtu të na, që nuk është mirë, është shumë a tepër me ju dhënë impulse pozitive të një zhvillimit të zellshëm të infermierisë, dhe këte përveç institucioneve të tjera, ju si institucion informativ, do më thonë si deg në cilën ju takon me qenë, do të ndihmoni dhe do t'i shtyni pak në këto zhvillime tash shumë të ndryshme që po i kemi e të begatshme. Fatmirësisht. Zonjanive, për fund, çfarë ju kishte thënë studentëve të cilët sapo po vendosin me zgjedhë infermierin si profesion të jetës? Unë, porosja ime kishte me qenë nëse e donë këtë profesion, atëherë me të vërtet do të zgjedhin. Për vete kisha me thonë që edhe njëherë po të kisha lindë, unë prapë do të zgjidhja profesionin e infermierisë, sepse familiarizohesh me pacientat. Zdo të thot pacienta, po disa janë edhe klientat të cilët me një këshill krejtësisht vogël, unë mi ndryshu shëndeti i tyre. Këshillat janë shumë të vlefshme. Pra nëse ata përfundojnë fakultetin, edhe vazhdojnë mandej, i ndjekin risit, i ndjekin edhe trajnimet, akreditohen, do të thotë, licencohen, se për para luftës ju thatë ndryshimi, kush ka lyp licencat e, veç diplomën, po pas luftës, nëse nuk je i licencum, së mundesh as me punu. Po edhe në pension kur del, nëse nuk e ke licencën, nuk mundesh as një ndihmë me ja dhënë pacientit. Shumë e vërtetë. Sepse çdo gjë kontrollohet prej odës së infermierëve të Kosovës. Unë ju kisha thonë zgjedhni edhe vazhdoni fakultetin e infermierisë, sepse do t'i keni dyert e hapura kudo që shkoni. Infermierët janë, thatë edhe ju vetë, engjujt e padukshëm. Puna e tyre nuk duket, por rezultati ma vën shifën. Absolutisht.